Një kombinim i qiellit dhe tokës, filozofik dhe pragmatik mund të duket i joshëm në teori, por astrologët thonë se nuk funksionon. Shigjetari dhe Demi. Nëse shigjetari pëlqen të flasë për idenë e madhe, Demi mendon se biseda është e mbivlerësuar. Ndërsa shenja e Demit kërkon siguri dhe rehati, shigjetari preferon lirinë dhe eksperimentimin. Demi vlerëson luksin, besnikërinë dhe kulturën e prekshme, ndërsa shigjetari sundohet nga Jupiteri filozof, idetë e shpeshta dhe përkushtimin. Kjo bën që lidhja të shtrëngojë tensionin. Shigjetari kërkon lirinë, ndërsa Demi besnikëri. Ndërkaq një nga virtytet më të nënvlerësuara, por edhe më të fuqishme është durimi. Astrologët theksojnë se vetëm disa shenja të zodiakut kanë aftësinë të ecin përpara pa u lodhur emocionalisht nga pritja. Gafori është një nga shenjat më të duruara të zodiakut, falëndjeshmërisë dhe inteligjencës së saj emocionale. Ajo kupton se njerëzit dhe situatat kanë ritmet e tyre dhe nuk përpiqet të detyrojë gjërat të ndodhin më shpejt se ç'duhet. Durimi i Gaforës zburon nga empatia dhe aftësia për të dëgjuar pa gjykuar. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.